Rikthyer sërish në transmetim të drejtë për drejtë, ku po flasim për nismën e amnistisë apo të paqes fiskale nga e cila do të përfitojnë plot 200.000 biznese në Shqipëri me një fond të jashtëzakonshëm, një fali që i bëhet detyrimeve të papaguara ndaj shtetit shqiptar me të paktën $2.1 miliard. Dhe përpara se t'jap fjalën Mandi, më lejo të kujtoj edhe një herë kundërshtit që kanë pasur institucionet e ndryshme lidhur me këtë paqe fiskale. Zonja Weber, shefe e emisionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar për Shqipërinë, thot, paqja rrezikon të dëmtojë kulturën e pajtueshmërisë tatimore dhe përpjekjet për ndërtimin e një sistemi fiskal modern dhe të drejtë. Ky ligj rrezikon të minojë progresin e mëparshëm në administrimin dhe pajtueshmërinë tatimore. Ndërkaq, Bashkimi Evropian thot, nisma nuk ka përputhshmëri të plot me standardet europiane për administrimin fiskal dhe luftën kundër pastrimit të parave. Ndryshe nga sa deklaron ministri, qeveria nuk është konsultuar me Brukselin për këtë paqe fiskale. Komisioni Evropian paralajmëroi ndërkaq qeverinë se nisma mund të ndikojë edhe në procesin ton të antarësimit drejt BE-s. Dhe Dhoma Amerikane e Tregtisë ka kritikuar mungesën e konsultimit dhe transparencën gjatë hartimit të ligjit. 3 zëra shumë të fortë që nuk janë marrë fare parasysh. Normalisht janë marrë parasysh, sepse kur gjenden 3 milion euro të fut me kontraband ke qilarja gasit. Edhe ajo çfarë është? Mirë, nuk nisim me agasin. Jo, nuk nisim me agasin. Çështja nis të paktën me çfarë dim ne ka dhe Toyota Yaris përpara, mund të ketë po flasim makina të tjera. Po flasim për pastrimin e parave. Asaj tjetër si gjendet ke tubi aspiratorit e tjere, gjithë të parat duhen pastruar, Beti. Duhen pastruar. Gjithë të mallra që kanë hyrë qoftë kontrabandës. Po, ajo e tubit të sopës, sot nuk është në burg. Pastrusja që i vodhi ca nga ato 400.000 të tubit, ajo është akoma në burg. Ja ky nonsensi i kësaj drejtësisë re. Po edhe kjo po bëhet që ti pastrojnë parat asaj që nuk hyrin në burg. Pra janë i tuf komponentësh. Pra merë registrojë si kërë ke fut mallin para 10 vjetësh, iku, maroj. Pra ne themi dhe më thënë që kjo është a priori dhe më thënë pastrim parash. Pastrimi parave drogës, pastrimi parave ndërtim, që ne po flasim kaq shumë, dhe askush nuk lëviz dhe më thënë, dhe është të mërshme. është të mërshme dhe më thënë, si nuk lëviz askush dhe më thënë për pastrimi parave ndërtim. Atëherë dhe pra, do më thonë, shmange nga detyrimet fiskale, këta, do më thonë, i sjell dhe më tej përfitime. Se do shesi atë 15% që të kursej, do më thonë, që se ka pagu kur. 15% në shitjes. Janë 100 milion euro që i fundën në përgjeve dhe krimit organizum. Pra, dhe kjo i falë këto. Sepse ndërtimi kur ka fillu, pra 10 vjetër. Ke qindrave, do më thonë, pa hipotekumet, pa bëma, do më thonë. A i të shi, do më thonë, mjë që i ka marrë parat, po i shmangë dhe detyrimet. Dhe gjithë kolpon e mbajtjes shtetit, do më thonë, me buxhete, me tjere, ma i biznesi vogël, e ma i tregtari që i këputet rashta, do më thonë, që ngrijet qime mjes, ku gjysmat i ikin për të pagu hajdutët e administratës, edhe hajdutët e qeverisë, dhe të shi oligarkët ata që kanë bo legët duke implementu në ekonomi parat pisët, normale, ne i kemi ndërtesat mes Tiranës, njërës që janë arrestu për drogë, që paguan parata, i paguan punëtorët, paguan cimenton, paguan këtë, i paguan me lekë të krimi, dhe ta ma qmimi 4.500 euro, pësë ta ullje. Ja, pra këto janë ato, do më thonë, që dhe ky, do më thonë, me këtë ligjë, do më thonë, ja bërë jetën më të lehtë. Ose do ja fali fare, ose do paguaj, do më thonë, 50% detyrimet. Tjerat, edhe ne themi pastaj që pse ne i blokon Amerika vizat.